Po na ka mas ai dyr u loshin, po s'kishe rënë mi los, i loshi i knaqe valla. Dyr. Sa fëmijë i bone? 4 i kam. Qika djem? Një qik i kam edhe 3 djem. Qika është me e vogël, me e madhe? Ja, qika e 4. E vogla? Po qa qiket e kam. Ma shumë ke po mas djemve, a mas qikave? Allahi, po dhe gjolli asë qiken, këtë gjinje e kanë këqymë ma shumë. Jo, ti po dhe ma shumë ke po mas djemve, a mas qikave? Ju bje dhe gjem, njahit, e vlodi njahit. A i ki krejt fëmijë në Kosovë, a është a i kosh jashtë? Ja, fëllë i dyti a jashtë. Veç që shërë puna ti me shku jashtë? Se kënë postel një herë, tani ju dhe kë rruga e zbreta dhe edhe u që dollë. Ku ka shku? Ashtë Sloveni me grue. Ngjyrat e mrekullueshme të pranverës i ashtojnë edhe më shumë bukurinë fshatit Mirosal të Ferizajt. Kujtime të mira e të këqija, momente gazmore e të hidhura, ka kaluar në këtë fshat Miradije Vytyqi, duke na rrëfyer për uljet e ngritjet në jetën e saj. Miradia na flet që prej fëmirisë e deri më sot. Të baba ju më konë e ri, me hangur me pikën apo, së kur këtë në herë mos. So antarin i konë familje? Të baba, Po. na konë 2 mëtra, 2 vlazni e babën. Nona ku konë? Ka dik më atë. A e mon men? Pak. Jellas, për 2 javë ka dik. Pse qysh e men? Qysh e mon men unë? Pa e moj, pak, për ri ju më konë. O dhe ase njëri që 54 vjetë këto. Qysh, ku shu kujdes për juve tani masi që dëshnone? Një grue mingjës. A u sill mira ja me juve kështu? Allahu i mingjër. Mingjën e kumë posë shumë. Babën qështë. A i keni një mungesën e nonës? Pa po rritë ke njëri po ka përceke. Tani mos për deshe qysh është, a? Me mëtër, një mëtër e kumë posë, edhe jam ka dik mas 2 fëmijëve. Pse? Lindje. E reja? A je mërzit? Për speli. Tani, te baba atje sa je marrë me punë shpis, po besoj. Për vëllam. Me mo, i kumë një mund ka pa grusë mingjës, me lyp, me kumë jelë, kumë tunë, hajtë. Baba qa bëj kena të vakë? Baba punt, orat. Kështu mu martu, su martu apet, a? Jes, martuhet. Tani sa vjetë, i ke pas kur t'ka feju, baba, që shërë puna mu feju këto Ferizajti? Nam 10 vjetë e gjymës.